Në këtë rast, a mendoni se vijimi i kësaj proteste mund të arrëzojë Edi Ramën? Patjetër që protesta do vazhdojë dhe Edi Rama do rrëzohet. Po unë i bëj thirrje Edi Ramës të iki se është me kohë. Të iki sa më shpejt pa futur policinë dhe Gardën e Republikës në luftë me protestuesit. Se në qoftë se nuk iki ta di që do përplaset. Kthim mbrapa protesta nuk ka zotëri. Në qoftë se ai vazhdon të qëndrojë me kokëforci si qëndrojnë të gjithë diktatorët, do psoj fatin e Mubarakut. Do psoj fatin e atij të qeverisë që kishte ai, Asadit. Do psoj fatin e shumë diktatorëve të tjerë që kanë përfunduar në Koshin e Plenave. Tani ajo që më shqetëson mua dhe që dua të njoftoj dhe të bëj një thirrje qytetare, njerëzore, prindërore, të gjithë oficerëve dhe policëve të policisë dhe të gardës. Largohuni nga ky njeri dhe nga këta bandit që kanë uzurpuar pushtetin, sepse ju e shikoni të dashur vëllezër dhe motra që shërbeni që keni armën në dorë, largohuni nga këta bandit që kanë uzurpuar pushtetin, nga këta tradhtarë dhe nga këta tregtarë të pasurisë dhe të kombit shqiptar. Këta po shesin, nuk është zvërneci zotëri, polic dhe gardist, nuk është zvërneci është një pikë ujë, por është shitur Shqipëria tek qifutët, dhe nuk është Kushneri ai që e kërkon Sazanin, është Izraeli. Nuk është Kushneri ai që kërkon zvërnecin, është Izraeli që kërkon nga Palasa deri në Durrës. Është Izraeli që kërkon të bëjë ngulimet e tij, të vendos kolon aty dhe pastaj ta pushtojë siç e ka pushtuar Palestinën. Ndaj keni kujdes se ne nuk do ta lejojmë këtë të nderuar të dashur vëllezër policë dhe gardistë. Nuk do ta lejojmë këtë gjë. Populli nuk e lejon se unë jam përdit me ta në protestë dhe i digjoj se çfarë thon. Mos mendoni që rrin urt deri tani edhe do rrin urt gjithmonë. Absolutisht jo. Do çojnë dhe do t'ju përmbysin. Por që të mos vi me dhunë kjo punë, të mos vi me gjakderdhje, lini kapelat të shesh. Ashtu siç e bën para ca vjetësh në Francë, që policët hoqën skafandrat, ulën dhe bashkuan me turmën. Kjo u takon të bëni dhe këtë duhet të bëni. Në mes tuaj ka patronazhisht dhe ka spion. Identifikojini ata dhe largojini nga vetja. Ju që jeni njerëz të ndershëm dhe doni të rrisni fëmijët këtu. Ju. Unë i bëj thirrje administratës shqiptare. Të nderuar zonja dhe zotërinj që punonin në administratën shtetërore, qoftë në bashki, qoftë në komuna. Distancohuni nga këta bandit. Mos e mirëni veten dhe fëmijët tuaj në qafë. Edi Rama kërkon që kur të rrokullishet të marrë dhe ju me vete. Por në qoftë se ju dëmroni Edi Ramën, do shkoni bashkë me të në gremin. Po a them, nga eksperienca që kam gjatë gjithë jetës time, po vetë 80 vjeç, dhe e di se si veprojnë diktatorët dhe çfarë ndodh kur ata përmbysen. Se që do përmbyset diktatura në Shqipëri, kjo ka marrë formën e prerë, është bërë fakti kryer tash. Protestuesit atje nuk dalën për të hedhur valle. Siç deshin ca të ashtu quajtur lëvizje politike, edhe ca bandit, ca veturina që dalën nga gjirizet e ujrave të zeza dhe thonë është Shqipëri e re. Protesta është e të rinjve dhe është për Shqipërinë e re. Nuk është për Shqipërinë e re protesta, s'ka qenë ndonjëherë. Ju që rini atje një 15-20 tropojan sa rrini atje te mikrofoni që nuk na lejoni të flasëm. Jeni identifikuar, ta dini. Jeni identifikuar me emër, me mbiemër, me gjithçka. Thirrini mendjes dhe mos pengoni njeri atje. Thirrini mendjes dhe lërini qytetarët e moshuar dhe të pjekur që të flasën, se nuk janë rinoshët 15, 20, 25 vjeçar që e din historinë dhe hak. Dhe jemi ne që i dim hallet e Shqipërisë, jemi ne që e dim se si ka vepruar kjo parti që na 41 deri më sot, jemi ne që i dim krimet e tyre, jemi ne që i denoncojmë dhe identifikojmë, i kemi identifikuar me kohë krimet e tyre. Prandaj këta që ju thonë juve është mos lejoni të flas
Me emër ma keni ka vajtur urdhri atje, me emër Zaçi e Islamit, mos flas, mos afrohet te mikrofoni. Dhe Cila është arsyeja në këtë rast? Arsyeja sepse Zaçi e Islamit ka denoncuar aferën dhe pushtimin e ftohtë të Shqipërisë nga Izraeli. Arsyeja është Ku e bazoni gjë të tillë? ku e bazoj? Shkoni në Vlorë ta shikoni bazimin, po se jo. Shkoni në Vlorë, dakord. Mua më vinë mesazhe nga vlonjatët dhe thonë të palltia e Vlorës ishte dhënë qefutëve. Zvërnesi ishte dhënë, ishulli zotëri qarkullon me. Ka gjë konkrete deri tani, prandaj. Ku e kërkoni ta gjeni konkrete se s'po kuptoj. Ku? Te shteti nuk jep informacion. Mediat nuk lejojnë që ta thonë të vërtetën. Dhe po e them unë. Hajini me mua të vemi në Vlorë. Po ju qoj unë, po ju sjell unë, po ju shoqëroj të filmoni ku të doni, në Lëndsin. Jo më larg se që para gjysmore më vjen një video nga Zvërnesi dhe një grua me flamur në dorë del dikush atje dhe i thot nuk lejohet flamuri këtu. O Zot i Madh! O Zot i Madh, ku jemi? Të thuash në tokë shqiptare nuk lejohet flamuri shqiptar. Çfarë duan më shqiptarët të kuptojnë që toka është pushtuar nga Izraeli, nga çifutët e Rothschildit, i lutem Zotit, që të ketë përplasje të turbullohet njëre mirë, e të kullohet tamam se që është përkulluar. Sepse nesër vinë miliona, janë të paktën 2 milion shqiptari të dalin nesër në protest. Pra, ndaj u them administratës, mos i shkoni atje këti banditi që kërkon të marrë me vete, këti Zagari që ka shitur Shqipërinë dhe vete thot pa pik turpi që ai Zvërnesi thot dhe Sazani nuk është i Shqipërisë. E kuptoni deri ku ka arritur, e kemi video, doni të ajap apo e keni e gjeni vetë në YouTube. Atëre ku jemi? Çfarë duan më shqiptarët ta kuptojnë tradhtin dhe shitjen? Se u vra e sa të pash Toptani se bëri një marrëveshje në letër që nuk e realizoi dot. Nësa ky po shet gjithë jugun e Shqipërisë dhe nuk dihet njeri. Ka mbetër kamë burra këtu të vend apo s'ka more. Kamë gra apo s'ka nga ato gra që furnizonin me xhepane kryengritësit dhe luftëtarët e 1920-s. Kamë nga ata njerëz, kanë lënë njerëz mbrapa apo s'kan lënë. Se nuk po shuhet Shqipëria nga një tradhtar, nga një fëllëqësi, nga një lum i dal nga gjerizet e Partisë Punës, që quhet Edi Rama. Çfarë bëjnë këta unukët e parlamentit? Se s'më thonë, se nuk flasin. Kush ka mbyllur gojën e unukëve? Po më del një zëngjine atë një dhe dele thot Partia Socialiste do çojë Shqipërinë në Evropë. Cilë Evropë moj? Jo, nuk do vemi në Evropë, ta dini. Nuk do vemi asnjëherë në Evropë. Ne do bashkohemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje kemi vendin. Ne shteti që na mbështet dhe na ka shpëtuar deri më sot, të gjallë si shteta shqiptar, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është ish presidenti Wilson, është amaneti i George Washingtonit, ta din mirë këta krimbat e kërmave të ngordhura. Këta në ata janë, këta që drejtojnë sot Shqipërinë, që mbajnë njerë të ndyrë. Dhe kanë dhe lakejt e tyre, që del dikush atje me një zë, një mashkull me një zë fëmre, që të vjen dot ta dëgjosh, ta shohësh si mashkull dhe ta dëgjosh si fëmër të vjen dot. Dhe del edhe thot, do bëhet Shqipëria e re, thot, edhe protesta është e të rinjve, thot. Dhe nga ana tjetër, bën propagandë të jashtëzakonshme për lëvizjen e tija. Ja ka thënë Orsi Azegjiu biografinë. E din mirë shqiptarët se për kë flas. Se nuk e ndyj gojën nuk t'i them emrin atij. Pra këta janë që dalin edhe thonë protesta është për Shqipërinë e re, ç'është Shqipëri e re. Ku t'ia thonë? Jo, kemi dalë për Shqipërinë etike. Dhe do bëhet Shqipëria me kufit natyror. Ka mbaruar ajo punë. Është prera i kostum. Të përcasin këta dhe të hynë dalin dhe njëra nga kanë dalë, nuk do shkojë e tyre, do bëhet Shqipëria etnike.